Shqipëria ka përqindjen më të ulët të rinjve të cilët nuk ndjekin shkollën në moshën 15 vjeç e lartë. Të dhënat e Eurostat dhe Instat tregojnë se në vendin tonë, përqindja e popullsisë së moshës 15 vjeç e lartë që nuk ka ndjekur asnjëherë shkollën është 3.2%, afro 10 herë më pak se Europa. Po ashtu, Shqipëria paraqitet me shifra shumë të ulta të braktisjes së shkollës në grup moshat 15-34 vjeç dhe në krahasim me vendet e rajonit si Maqedonia e Veriut apo dhe Italia. Greqia ka nivelin më të ulët të braktisjes së shkollës tek të rinjt me 2.2%, e ndjekur nga Shqipëria me 3.1%, Maqedonia e Veriut me 6.4% dhe Italia, e cila ka shifrën më të lartë me 8.1%. Të dhënat e Eurostat tregojnë se 14.2% e njerëzve të moshës 15-34 vjeç në BE kanë braktisur arsimin ose trajnimin formal të paktën një herë gjatë jetës së tyre. Shkallët më të larta të braktisjes janë regjistruar në Holand, Danimark, Luksemburg dhe Estoni. Në të gjitha nivelet e arsimit të ulët, të mesëm dhe të lartë, arsyeja më e zakonshme për mos përfundimin e një programi arsimor ishte se nuk i plotësonte pritjet ose ishte shumë i vështirë. Kjo u pasua nga arsye të tjera familjare ose personale dhe preferenca për punë.